Keshen me mu thonë qysh kanë disa njerëz po hyj për aeroplanin. Tonë aeroplani është një pushim për mu, se gjumin më të mirën e kom bo në aeroplan. Ma ka hap Zotin një fuqi që unë e falenderoj Zotin, po edhe falenderoj veten. Ka njerë edhe pys veten, thëm, vjos qysh ke mujt mja dal. Çdo synim në jetë që e ki, e arrin. Unë po flas për vete. Çdo synim në jetë që kom pas, unë ja kom dal. Qysh ja kom dal? Vetëm me punë, të punu shumë, edhe çdo punë që kom fillu në start, unë kam thonë që kom ja dal. Edhe në realitet unë ja kom dal, do me thonë, punëve që unë e kom pas synimin. Jam shumë e lumtur këtu ku jam edhe ndjena krenare për veten tem që kam arrit me realizu dëshirat e mia që kom pas. Qysh është me pas një punë zyrtare dhe me pas një lloj arti, se muzika është art, edhe me punu si zyrtare më vesh ashtu në komplete, ndo puca me shtiklla, me maje, sen, edhe pse edhe muzika e lyp njëjtin sen, po dhe qysh mundesh me i bosh të dy anët e njëjtën kohë? A din qysh, si femën elegante, do më thonë shtiklat janë shumë bukura për femën, unë i du, për vete si në punë, po edhe në jetën e përditshme, është kreativitet shumë i mirë si në punë, si në jetën e industrinë e muzikës. Është knaqësi, do më thonë, me u zgju herët në mëngjes, me punu, edhe mandej mbas dite, mbas përfundimit të orarit të punës, me pas një kreativitet tonin, që unë e quj në fakt të muzikën hobi, po më është bo profesion, gjë që është një profesion që po më përmbush, do me thonë, e përmbush njëm edhe në punë, po mandej është një relaksim, kur e përfundoj punën, është një kreativitet tjetër tani në muzikë. Kështu që bëhet një kombinim shumë i mirë që mu manë shumë të freskët në jetë, edhe nuk fokusona vetëm të një drejtim, po kam drejtime të ndryshme që më bëhet jeta ma e lehtë edhe ma atraktive për mu. E qysh mundesh me ja dal me botë të dyja, do të thonë para dite një diçka tjetër, mas dite diçka tjetër. Për shembull, qysh e ke ndati kohën, ose atë ka rënë ndoshta se normale po është edhe në intervistë tjetër që para ditët ka rënë punë, je shku në fakultet e ke kryer një provim, andej ka rënë me shku me bë diku në muzikë, qysh ke mujt me arrit qësaj? është interesant që ka njerë edhe pys vetën, thëm, vjos qysh ke mujt mja dal. Unë ja kom dal, në fakt, kam kryu masterin për diplomaci, njëkohësisht kam punu, edhe unë çdo ditë nuk këndoj. Do më thonë, më ka ra vikendeve me këndu, përveç sezonës të verës që këndojmë çdo natë në dasma, po ma ka hap Zotin një fuqi që unë e falenderoj Zotin, po edhe falenderoj veten që jam një tip luftarake dhe në asnjë sen nuk kom qef me u dorëzu. Do me thonë, është një dhunti nështa prej Zotit ose prej dëshiris tam që me arrit me i kry krejt qëllimet e mia, edhe ja kom dal. Do me thonë, ka ndodhë shumë herë që unë kom punu prej punës, jam shku në aeroport, kam përfundu një mramje jashtë vendit, atë nesrën kom udhtu, edhe nështë atë nesrën jom këty prap në zyrë dhe kom punu, kom flajt shumë pak, po e kom gjetë një kohë, një balans kështu për vetën tem që ka njerë kom thonë aeroplani është një pushim për mu, se gjumin më të mirën e kom bo në aeroplan. Se jam një tip që kur t'hypi në aeroplan flaj, pushoj, se i di që kur kthena mandej në jetën reale, e di që kam punë edhe nuk du me qenë ma e freskët, keshen me mu thonë qysh kanë disa njerëz po hyj për aeroplanin. Unë thëm, pushimi është për mu aeroplani, se që aty e gjej pushimin që gjatë ditës unë me qenë e freskët, ose në mramje me qenë e freskët në mramje, apo ku do, qëfar do sfide, qëfar do pune që kom pas gjatë ditës.